Kukës dhe Krum luanin për të parën herë me styre. Të veçlit me atë dëshirë dhe pasion që kanë për futbolin dhanë një shfaqje me shumë bresa, që do të prit takimeve të tjera në të ardhmen. Dueli përfundoi me barazim, ku autor të golave për Kukësin ishte Ditmir Domi dhe për Krumën Gerti Mici. Pas mbylljes së ndeshjes në barazim u gjuajtën 11 metërshat dhe të veçlit e Krumës, duke qenë më të motivuar, fituan 5-3 me penalti. Ekipet kanë për teknik Agim Belën dhe Islam Meshin, gjithsesi në mes të këtyre futbollistëve të vegjël, më të dalluarit nga kadetët e Kukësit mund të përmendim Artan Batusha, Ilir Myftari, Vullnet Elezi, Gerald Lisha dhe Ilirian Bela, ndërsa nga qyteti i largët i Krumës, Mirson Peka, Avdi Gradica, Egzon Dajqi dhe Sebri Morina. Kam bo një ekip fratëri shkollor, kam qef përmjera në Kukës për në fillu një ndeshje njësore, edhe me pasë ku jemi, të rritë. Kam disa talente shumë mirë, që luin, presim menare dhe Kukës në tjenë. Këtë e unë ditë, të dalë në një hasi? Hasi, qëllë se i bëhet ka mollë, shumë shpejt, ka shumë talenta edhe ka shumë të ri që janë shumë të mirë, si Gradica dhe të tjera. Kush mund të baj fushën? Fushën, po tash ne presim prej kryetarit bashkisë, me të shpe, me tana. A ke njarë të kush pas sponsorizuar? Vetë. Takimi ishte tepër korrekt edhe për lojtarët e vegjël që me shumë emocione dhe mbresa. Në ditët e ardhshme, kadetët e Kukësit do t'jenë mysafir në Has.